Arbiona Bayraktari vjen nga Kosova dhe për disatën vit në radhë shpallet kampioni e Shqipërisë të vllaznisë. Padyshim i kënaqur. Jashtëzakonisht shumë i kënaqur, vit pas viti. Jam me shpallën kampion me ekipin e vllaznisë, edhe asnjëherë nuk jam ngopur, edhe vazhdimisht kena punu fort që asnjëherë mos të lëmë titullin në duart të asnjë skuadër tjetër, por vetëm në shtëpinë e vllaznisë, aty ku i takon. Arbiona, shumë vite vuajtje, por besoj që tashmë i kthyer në formën tuaj më të mirë. Po, normalisht kam pas para 4-5 vite kam pas dëmtime të njëpasnjëshme. Asnjëherë nuk jam dorëzuar, kam ditë që kam marrë momentin që kam u kthy në formën time 100%. Kam pas besim tek vetja, edhe tash jam këtu e grumbulluar edhe me kombëtarën edhe vazhdoj paraqitje të mira me vllazninë edhe fitoj titullin kampion. Jam shumë e kënaqur. Vazhdimisht se vllaznia është shtëpia ime e dytë. Vazhdon. Po, ajo padyshim nuk s'ka diskutim, është viti jemi 11 te vllaznia. Dhe ndihem si më mirë si në shtëpinë time. Ishte një kampionat i fortë ky si vjetri apo u bë tillë vetëm në finale fort? U bë tillë ndoshta nga fakti që patëm një paraqitje të dobët në kupë. Atëherë kur menduan që vllaznia është e dobët, atëherë doli edhe më fort. E gjithë familja Bayraktari ishte sot nga Kosova në Selma Selmasi për të mbështetur vllazninë dhe Natyrisht. Dhe Arbioni babi, mami dhe një delegacion i zgjeruar. Pa diskutim, familja ime është përqetja ime e parë që ka bërë vazhdimisht. Ata e dinë se sa shumë kam vujt më kthy në fushën e futbollit dhe vazhdimisht i kam përkryer tema më të mëdha. Do të vazhdojnë trofet e Arbiona Bayraktarit në vllazninë? Pa diskutim që po. Jam këtu dhe jam shumë e kënaqur dhe vazhdoj me fitu titull, po ashtu edhe vllaznia asnjëherë nuk lëshon pa drejt titullit kampion. Faleminderit. Faleminderit.